pa cenzur kemi raportuar për problemet në klinikën e syve dhe manipulimet e cilat bëhen në bazë të termineve. Një rast i tillë, dëshmi e gjallë është rasti i Rabil Nesimit nga fshati Brodec, i cili në pavedije si shkojnë procedurat, ka qenë deri te klinika e syve në spitalin klinik të Shkupit dhe atje mjekut, si të referohet Rabili, i ka kërkuar 200 euro për njërin sy operacion dhe 100 euro për syrin tjetër të së amës. Pasi edhe prindi, babai edhe ëma është dashur që të operohen. Por ajo që ka si fakte Rabili janë të gjithë komunikimet nëpërmjet të telefonit, në aplikacionin WhatsApp që i kanë kryer së bashku me mjekun. Rabili sot është i shqetësuar se edhe ja ka marrë parat, edhe mjeku e ka bërë blok në telefon dhe është humbur. Jo vetëm si rasti i Rabilit, por si shumë raste tjera të cilat nuk kanë pasur guxim, por na kanë shkruar vazhdimisht, mjekët të cilët punojnë në spitale shtetërore kërkojnë para për të bërë operacion syve dhe atë shifrat shkojnë nga 600 deri në 900 euro. Ke shkuar në klinikë? Kam në klinikën në spitalin për syve në Shkup, dhe një mjek, Semi, emrin nuk e di, Semi, ai mi ka marrë 300 euro për ta bën babën e nënën operacion. Syve. Kur shkove në klinikë, si e takove këtë Semin? Po këtë takova nëpërmjet një dhëndrit, ai më tha më kontaktoj nëpërmjet telefonit edhe bëna një kontakt edhe shkova u takova atje. Edhe mi morë paret edhe më aq duk. 2 herë, 3 herë kum shku ta kërkoj, telefonin kum kërku, se qilën telefonin, e ka shtaj e kanë dalë krejt telefonin, kum shku te repartja gjithë ta takoj. Për pamje, si ju dukte ky Semi? Për pamje është i shkurt pak si mushë ato me mjekër, edhe flokët i ka tekta si zero poshtë, edhe e njoh, e kam numrin e telefonit, ma ka bën blok. Mesazhet i ke si ja ka dhënë paret? Mesazhet, jo, se ja kam dhënë paret, nuk i ka marrë mesazhet, paret i ka marrë kështu. Ndorë? Para spitalit në dorë, edhe ka shku ka imrena, nesër do bëjesh babën, do bëjesh nënën, nesër kum shku 2-3 herë, se në kum taku. Po si ti kërkoj paret? Po qka që bon? 200 euro bon një si me bë operacion. Për të dy syt la lirim, a? Po jo lirim, për njënin si a kanë bëhet fjalë të nëna edhe për njënin si për baba. E sa ti mur? 300 euro. Po pse te boni me lirim? Po e boni ashtu më thatë 100 për babën, 200 për nënën. Për nënën. Po. Edhe ashtë duk. Ashtë duk? Jo, hiq i kum bëhe thirrje nëpërmjet njerëzive të kohët që krejt, se në takuj. Edhe nëna ngeli pa operacion? Jo, nënën masani e kum bëhe operacion, e kum bëhe normal me rregull, si që shkon me dokumenta, me rregull, me spital, me krejt, masani nëpërmjet kur kum shku atje, i kum pas si shkon procedura, si shkon, kum marrë termin, me rregull, me krejt. Do të thonë ti nuk e dishe njerë që shkon procedura? Jo, nuk e dishim. Edhe ma apën kum shku me rregull. Ti ke mendu se duhet e për korupcion? Edhe e kum bëhe apën me rregull, ma ka bën një doktor që më kum hi në shaltere, kum dërzohë knishkën, kum marrë termin, edhe e kum kri si gjën rregula, masani. Ama ai njerë që ai ashtë duk së është. Ai dhe me thonë, tha ty 300 euro, 300 euro kushton një sy, duhet m'japësh, edhe doli para spitalit. Po, e murë paret edhe më thërte më thujtë në telefon nesër, mas një jave. Ti i ke kitë mesazhet? Po, i kam mesazhet.